Dita botërore e kafshëve në Shkodër është shoqëruar me një aktivitet ndërgjegjësimi nga shërbimet veterinare pranë bashkisë me rëndësinë e kësaj dite. Protagonistë të këtij aktiviteti ishin vullnetarët që merren me trajnimin e kafshëve si dhe fëmijët e prindër që kishin sjellë të vegjëlit e tyre për të argëtuar dhe për të mësuar më shumë mbi kujdesin ndaj kafshëve. Ndërkohë nuk munguan as mesazhet e rastit nga zyrtarët e bashkisë dhe vullnetarë. Këtë vit është dhe 100 vjetori i krijimit të kësaj dite, mesazh sensibilizimi për gjithë qytetarët që kafshët janë pjesë e komunitetit tonë, ti mirëmbajmë, të mos i keq trajtojmë ato, ti ndihmojmë sa më shumë, një mesazh sensibilizimi gjithashtu edhe për të gjithë aktorët që ndihmojnë në mirëqenien e kafshëve për bashkëpunim mes tyre dhe për të ndihmuar për një jetë sa më të mirë për kafshët. Mesazhi i kësaj ditë është t'japim dashni për kushtim dhe për gdhelje kësaj stresi që nuk ka zall dhe nuk ka gojë. I uroj gjithëve edhe i këshilloj gjithë që dyert e stresit tonë janë të hapur. Dhurojnë sa më shumë dashni, jo dhunë. Është një dashni në veti. Është një dashni që nuk mund ta përshkruaj me fjalë. Është një njësi e mbrëmshme e shpirtit, që dhuron për i shpirtit. Veprimtaria u shoqërua dhe me thirrjen drejtuar qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm me trajnimin e kafshëve. Pasi ato janë pjesë e jetës sonë të përditshme, çndrimi ndaj tyre është tregues nivelit të qytetarisë dhe civilizimit, përballë veprimtarive ekstreme që fatkeqësisht nuk mungojnë nga individë të caktuar në raste të ndryshme.